Profeti alayhis salam kur thot një thënien, dhe kjo thënie ka qenë thënie krejt pejgamberëve, krejt profetëve. Ka thënë profeti alayhis salam, "In lam tastahi fa'al ma shi't." In lam tastahi fa'al ma shi't. Nëse s'të vjen turp, bëj çka dush. Nëse s'ke turp, je I zhvesht nga ky cilësi, ti bëj çka dush. E dalësh në publik, e thush që unë nuk maj kur përgjegjësi, as një farë përgjegjësie. Nëse shkojmë një burr të martuar dhe prishet familja e atij burrit të martuar, unë nuk maj as një lloj përgjegjësie. Atëherë ti për mua je barabart me zero. Pse? Sepse ti ke misionin me shkatru familje. Mos harros ai burr që ti ngren zarin, se ti inkurajon vajzat tjera kështu. Ti inkurajon tjerat. Ti atëherë ke misionin me shkatru familjet. Dhe ta di që ai burr ka familje, ai burr ka fëmijë, ai burr ka një grua e cila ka sakrifikuar ndoshta jetën e vet për ta ndërtuar familje. Ka dhënë mundin e vet. Ka dhënë djersën e vet, ka dhënë parën e vet. Është lodh, është smur dhe sakrifikon me gjithë shpirt për familjen e vet, ta maj familjen e vet sa më fort dhe ngrehet dikush që I jepet hapësirë. Edhe të flasë dhe të thotë që nuk e kam problem nëse shkatrohet familja e një burrit martum nëse shkojnë me atë burrin e martum. Çka misioni keti? Mision me shkatru familje? Parazit I cili do me hyjë nëpër familjet e njerëzve? Prandaj këtu është ajo thënia e profetit alayhis salam I cili thotë: "Fa in lam tastahi fa'al ma shi't." Nëse s'ke turp, bëj çka dush. Sot I pa moralshmi, po shet moral. Sot vlerësohet ai I cili shet jo moral. Sot pasohet më shumë ai I cili shet jo moral. Ai I cili flet për moral, flet për etik, ai është I huaj midis njerëzve. Po bëhet I huaj midis njerëzve, nëse njeriu flet për morale, flet për etik, morale etika është duke bën është një fjalë që po bëhet e huaj midis nesh. Të dali femra flasi me këtë lloj gjuhe në media, po kjo është turp. Kjo është turp. Po ajo s'ka turp. Po ajo s'ka turp. Pse? Sepse shumë qartë që thash edhe hadithin e profetit alayhis salam, "Fa in lam tastahi fa'al ma shi't." Nëse s'ke turp, bëj çka dush. Dhe të shkatrosh një familje është punë e shejtanit. Të shkatrosh familjen, ta ndash burrin, shikon misioni I shejtanit. Dhe puna më e madhe dhe puna më e pëlqyeshme ke shejtani, a dini kush është? Shikoj subhanallahu, shejtani është prej xhinëve. Dhe çdo ditë, çdo minutë, çdo sekondë, çdo natë, vetëm vrapojnë edhe vetëm shikojnë ku bëjnë probleme në familje, problemet e njeriu. Sa puna më e pëlqyeshme te shejtani kryesori, puna më e pëlqyeshme, dini kush është? Kur ndan burrin nga grun. Nëse dikush prej shejtanëve bëhet sebeb që ndahet burri prej grus, thot tik I ven një kuror në kokë ai madhi. Thot tik e bë punën e mirë. Pse? Sepse shkatrohet një familje. Kur shkatrohet familja, do shkatrohet edhe shoqëria. Shkatrohet familja, po fëmijët ku do shkojnë? Do lindin probleme, do lindin fesade nga më të ndryshmet. Prandaj një njeri cili e ngren zarin dhe me plot gojën edhe syni tërt nuk I bën, ajo pas ka drejt flasi që prishet se kam gale se prishet një familje. Nëse neve nuk e kemi atë drejt me fol që jo, nuk do të prish një familjet. Aja ka këtë drejt. Po, ne jemi të prapambet. Ne që themi, ruajeni familjen, ruajeni fen, ruajeni traditën, ruajeni rune, ne jemi të prapambet. Ajo që ngrehet dhe ngren zarin edhe thot, nuk I kam problem se nëse shkoj me një burr të huaj dhe të shkatrojt familja ti unë se kam problem, atëherë ti pas ke drejt flasësh, ne nuk pasemi drejt flasim.
Ti bën punën e shejtanit ose je zëdhënësja e shejtanit. Puna më e pëlqyeshme ke shejtanit kjo është që të shkatërrohet një familje. Kjo shkatërrohet një familje, Zoti na ruaj. Prandaj subhanallahu, Allahu subhanahu xhella xhelalu kur e ka përmend krijimin e burrit dhe krijimin e gruas, e ka përmend, domethënë që e ka kriju Ademin alayhis salam për lloçi dhe Havën prej brinjës Ademit alayhis salam. Gruaja është pjesë e burrit, që burri duhet kujdeset për të. Burri duhet ta majë në gjiksin e vet dhe thuhet që nuk ka subhanallah atë ngrofsin, atë qetësin, bashortja e gjen kraharorin e burrit vet. Qetësin, rahatin e gjen kraharorin e burrit vet. Pse? Se është kriju për atij kraharori, për atij brinje që ta majë ngrohtë, ta mbaj sigurt. Tash ngrehet dikush edhe thot dahet burri për gruas, nuk e kam problem. Zoti na udhëzoft dhe Zoti udhëzoft këtë inshallah. Hajr inshallah. Mirë.